me Rusin, do me të Finlanda ka luftu me Rusin qysh prej kohës vikingave që në qutën rus, edhe po, të kanë qenë do me thonë një fis i rusëve, viking, edhe lufta që i kanë bo rusë dhe finlandes kanë qenë jashtëzakonisht më të mëshme se sa përjetimet e Ballkanit në otomanët apo mos flasin në rezimin sërb. Si e shfaqin finlandezët patriotizmin konkretisht, po më intereson me se ke jetu atje. Po, do me thonë, Rusi thonë mos e duj, mi po respektaje. Në kuptimin se A themi ne për armit shtong shtut? Urna? A themi ne për armit shtong shtut? Kësisoj? E po, une kisha pas dëshirë me qenë kështu. Në kuptimin, Finlanda e respekton... Me thonë, mos e duj serbin, po respektoje. Na thonë me Mi po në qëfar mënyre, do është këtë me shtjelu, mos të kuptomi. Bro, dalojnë e papat kohërat, për shembull se Finlanda, bo një kohë gjatë që ka qenë luftë me Rusijën, ne jem halo të frest, ne kem halo të pa gjetër në Serbi, po pajtona më falë, po pajtona me ty shumë mirë. Arsimit ose pjesor... Jo, respekt besoj e kam kuptimin që me qenë i vëmendshëm i këndjellu. Unë jam me një pikë me profën, në po pajtona plotësisht me tyje. Ka me orë një kohë, në shta gjeratat e arshme, se ne nuk muj mende. As ti, as unë, as kush ka dhënë kontribut, nuk mundet me respektu mo Serbin. Fak, s'mujna me respektu, po ka me orë koha, ku kanë me ndryshu gjërat, edhe ka mu respektu, po pajtona me ty që nuk bën me dosht as njëherë. Që, luftat nuk haron kur. Do më thonë edhe sot i përmend mi luftrat e Gjergjit, Skënderbeu. I përmend mi luftën e dytë botnore, e përmend mi luftën e vëndshme tonë që i kemi përjetu gjithë. Njëtën gjë e përjeton edhe Finlandes. Tash hapësina kohore, mes sajna që ka ndodhen, normalisht e Finlanda ka upën një tretën e teritorit vete, ka upën, do më thonë, në Rusi, ja ka marrë. Një treta e populatës është masakru bukvalisht. Mi po, ku dashta me potencu këtë, mos e duj, po respekteje. Një pyetje ta bona, Luzim, një pyetje si e manifestojnë finlandez. Po, që të bëdhë me tonë. Konkretisht, Rusia dihet se ka potencial enorm ekonomik. E sidomos kjo Rusia, pjesa që është prej